ekipi po tregon që ka forcë, duke marrë shkallë nga ndeshja e kaluar përveç ekipit që zhvilloi ndeshjen me Partizanin. Ishte një ndeshje luftuar fort dhe mendoj që ishte një nga ndeshjet më të mira, duke parë dhe që ne ishim me një lojtar më pak. Pra tregum që ne kemi forcë, karakter dhe stabilitet. Fituam ndeshjen me Partizanin, morali ishte shumë i lartë dhe ndeshja në Durrës tregoi që shkuam me moral të lartë dhe ekipi mendoj që po tregon stabilitet. Tani me njëherë vjen ndeshja e kupës, nuk ka vend për eufori, gjysmëfinale, shanse për shkuar finale. Të them të drejtën, do jetë ndeshje e luftuar fort, sepse marrë shkas dhe nga ndeshja e parë që kemi barazuar me Egnatian. Egnatia besoj që objektivat siç e kemi ne ka dhe Egnatia për të luftuar fort si për kupën ashtu dhe kampionatin. Mendoj që do bëhet një ndeshje e fortë, por në fund besoj që ne mund të, duke parë dhe ecurin, pra e theksova dhe më përpara që mund të dalim fitimtar. Drejtën ne ti e di, ne jemi qytet sportdashës, kështu që i bëj thirrje të jenë të shumë numër, jo që s'do jetë, po ekipi Elbasanit, nëse do jetë gjithmonë në rritje, pra dhe në renditje, të jenë sigurt që tifozoria nuk do të mungojë.